Ministri për Europën dhe Punë të Jashtme, Ferit Hoxha, ka reaguar për Top Channel, pas mesazheve ku pretendohet se ju është drejtuar shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, po ata idiot shqiptar atje çfarë thonë, në një komunikim në një grup. Në reagim thuhet se qëndrimet mbi politikën e jashtme nuk komunikohen me mesazhe në WhatsApp, por përmes kanaleve zyrtare dhe transparence, të njohura për publikun dhe partnerët tanë ndërkombëtar, dhe vetëm këto qëndrime prodhojnë efekt. Kushdo që dëshiron të njihet me pozicionet dhe qëndrimet që ka mbajtur gjatë karrierës sime diplomatike në qendrat më të rëndësishme ndërkombëtare për interesat tona kombëtare, e ka shumë të lehtë ta bëj këtë, pasi gjithçka është publike dhe dokumentuar. Bëhet fjalë për 35 vite kontribut të pandërprer në shërbim të së mirës së përbashkët dhe të interesit kombëtar, thuhet në reagim.